Përshëndetje të nderuar zonja, zotërinj, koleg. Nisim mbledhjen e grupit parlamentar. Fjalën e ka kryetari i partisë, profesor doktor Sali Berisha. Për ju fjala, kryetar. Mirëdita dhe përshëndetje. Së pari, një falënderim dhe mirënjohje të madhe agjensive të zbatimit të ligjit, të vendeve partner, të cilat me një seri dosjesh po shembin narkoshtetin e Edi Rams, piramiden më gjigande të ndërtimit në Europë, që të i kalon në mesatare 3 herë tregus në ndërtimeve të Bashkimit Evropian, goditjen e grupeve të mëdha në rang botror shqiptare të drogës të lidhura ka me krye me Edi Ramën. Kjo që ndodh dhe shifni të dashur qytetar dhe qytetare është kryekfut vepër e politikës zyrtare që ndoqi Edi Rama, i frymzuar edhe nga mentori i tij George Soros për kanabizimin e Shqipërisë dhe favorizimin e trafikut të drogave, dhe ju e shifni ku ka arritur. Një grup i fundit, Salvatore Alia, ky është një emër se kishim në gjuhë kurrë, ky grup ka disponuar në dokumenta 50 tonelata drogë. Imagjinoni ju çfarë fuqie shkatërruese ka patur kundër opozicës dhe qytetarëve shqiptarë. Nuk kisha ndëgjuar kurrë një grup me 50 tonelata kokainë. Grupi u të i kalu, u harrua grupi i Franz Çopjes, që kishte 28 tonelata, kjo del grupi i Gjika Alia e tjerë me 50 tonelata. Që të gjithë të udhëhequr, të frymzuar, të mbështetur nga Ergyll Agasi dhe Edi Rama. Shqiptarët pra mësojnë se regjimi Edi Ramës noton në drogë dhe krim. Duhet të theksoj këtu se në qoftë antarë të këtyre organizatave, se para pak ditë ishte një tjetër, ishte grupi Arubës para pak ditë, antarë të këtyre organizatave janë dhjetra, gjërësot në Shqipëri, ata që janë arrestuar janë më pak se gishtat e njerëz dorë. Më pak. Kjo është sepse, siç ka theksuar Nikola Gratieri, me atë shtet nuk mund të punohet, për arsye se i njoftojnë, u japin direkt informacionet bandave dhe kriminelve organet shtetërore.
kuptohet tani se çfarë rreziku madhor përfaqëson regjimi i Edi Ramës, jo vetëm për shqiptarët, por për Europën dhe botën. Në Ekuador, shqiptarët vranë kandidatin rival të presidentit. E vranë. Në Kolumbi gjithashtu. Dhe të gjithë këta e kanë të hapur zyrën e Edi Ramës, e kanë si vllaul si Ramën, dhe e kanë në krye koordinatorin Ergys Agasi. Kjo është e vërteta. Por këto janë zhvillime që duhen përshëndetur. Partia Demokratike ka qenë konsekuente. Ka qenë konsekuente në denoncimin e pandërprerë të mafjes dhe grupeve mafioze dhe të narkoshtetit. Tani unë i pyes ata që mohojnë narkoshtetin në Shqipëri. U them, këta me 50 tonelata drogë, çfarë janë? Para atyre ishte grupi Arubës, një me qeveritarët, dhe për faqen e zezë të Altin Dumanit, mban sekret qeveritarit dhe qeveritarët që kanë shku në Aruba. E kuptoni ju se si shtrihet narkoshteti? Po për çdo qytetar, interesi më i madh është në radhë të parë për zyrtarin dhe qeveritarin që ka arritur marrëveshjen në Aruba. Sigurisht dhe për të tjerë, për biznismen, për trafikantët, po kryesor është qeveritari. Ai është votuar, ai është emëruar për të mbrojtur vendin nga droga dhe korrupsioni, nga krimi. Ai autorizohet nga kryeministri për të bërë marrëveshje me drogën dhe korrupsionin. Dhe prokurori nuk ja u thot emri. Prokurori, me qenë se gjithçka, të gjitha rrugë çojnë te Edi Rama, nuk i përmend emrat. Dhe mediat heshtin. Dhe mediat, në vend që të ndahen parazithash në këtë element, sigurisht janë të inkriminuar dhe du të marrin atë që meritojnë që të gjithë biznismen dhe të gjithë trafikantët. Por ama, prania e qeveritarëve në takim në Aruba dhe fshehja e pranisë tyre është dëshmia më flagrante e narkoshtetit. Pse fshetja atë? Sepse ai duhet shkosh te Edi Rama, një lloj si me Lubin. Duhet shkoj te Edi Rama. Pra, ne duhet jemi, siç kemi qenë, shumë aktiv. Një në radhë parë, duhet të ndjehemi krenar se 8 vite në pushtet në territorin e Republikës Shqipërisë nuk u ndërtua asnjë kull. Asnjë kull. Plani i përgjithshëm i rregullimit të Tiranës lejonte pallate 8 katësh, maksimumi.
le të lomotisin ç'të duan ata që mjes drek dark ushqen me gënjeshtat e tyre, por qeveria e Partisë Demokratike nuk autorizoi dhe nuk lejoi ndërtimin e asnjë kulle në Shqipëri. Si monumente, si dëshmi e korrupsionit dhe e drogës. Kemi denoncuar dhe denuncojmë me forcën më të madhe ndërtimin e kullave kudo që ndodhen. Por kjo është vepër e Edi Ramës dhe lidhjeve të tij, e narkoshtetit të tij. Ndaj dhe ju bëj thirrje mediave të investigojnë për gjetur qeveritarin e Arubës, sikundër Komisioni i Ligjeve të thras me urgjencë, prokurorin e përgjithshëm dhe prokurorin e skapit, pse mbron qeveritarin. Të vijë aty t'jap llogari pse mbron emrin e qeveritarit. Çfarë sekreti mund të jetë? I vetmi që s'mund të jetë sekret është ai. I vetmi që s'mund të jetë sekret është ai. S'ka, ai ka shkuar aty për t'u garantuar se malin e Tiranës e keni ju dhe jo vetëm malin e Tiranës, po kush e di sa malet tjera që po mbin çdo ditë. Edi Rama i sfazur vazhdon përdor udhëtimet ndërkombëtare për të sulmuar në mënyrë absolutisht amorale protestën, internetin, media sociale. Të cilat sipas tij po e transformojnë realitetin. Po ka realitet më të hidhur se sa raporti i OSB-s që e akuzonte direkt për 200 milion euro në llogarit offshore në vitin 2014 dhe që s'bëri gë kasmëk se janë nxirrin faturat. A ka realitet më të hidhur se sa djegsat 400 milion euro njerëz është ndërtuar kryesori, të tjerët janë jashtë përdorimi? Po këtë realitet nuk e lën vjedhja atë për ta pa. Ja ka vërbuar syt vjedhja dhe pushteti. A ka realitet më të hidhur se sa impianti për punimin të ujrave të zeza të Tiranës $120 milion kredi e qeverisë japoneze për Shqipërinë dhe s'ka është një lloj si djeg si Tiranës? A ka realitet më të hidhur se sa kostot e punëve publike 8-10 herë më të larta se në Bashkimin Evropian? A ka realitet më të hidhur se sa zbatimin vetëm të 5% të projekteve në afatin e caktuar? A ka realitet më të hidhur se sa rrokulliste shqiptarëve nga qytetarët më të mirë të paguar në qytetarët më të keq të paguar në rajon? A ka realitet më të hidhur se sa çmimet stratosferike në Shqipëri si në asnjë vend tjetër të rajonit? U mor vesh sa ka arrit qiraja mesatare. Qiraja mesatare 770 euro. Imagjinoni, ka arrit 2/3, më shumë se 2/3 e rrogës.
A nuk është ky një mekanizëm i përzënjes shqiptarëve nga Shqipëria? A ka realitet më të hidhur sarajet e tij? Gjej pak një kryeministër tjetër me sarajet 720 metër të gjata të themelët dhe me park dhe kopsht 8400 metra. Ti e verbër, si shef këto ti. A ka realitet më të hidhur se pallati? 5 kate mbi tokë, 2 kate në tokë, pas një faturë, dhe ndërtuesi i tij merr 360 milion euro për rrugën Quksja-Floç. Pra këto nuk janë realiteti, këto që janë dokumenta shtetërore të gjitha. Në dokumenta zyrtare, këto janë deformime të TikTokut dhe të mediave sociale. Dhe qenë ka, dhe Europa tani nuk ka nevojë të mbrohet vetëm me shield, me atë mburojnë antiraketore bërthamore, po duhet dhe anti-internet tani. Të mbrohemi dhe nga mburoja shpifive të internetit dhe TikTokut e të këtyre. Turp të ketë. Enver Hoxha s'mund fliste më ndryshse se ky në Berlin. Kjo që nga pas ka nevojë Europa, jo vetëm për atë, po edhe për këtë mburoj. I përshtes ata shqiptar që ja treguan vendin aty. I përshtes guximtar. Ja zun derën dhe ja nxin fytyrën. E detyron të bëjë edhe gjeste rrugaçi aty. Tani, kanë filluar kërcënime ndaj protestuesve. Personalisht Edi Rama dhe skute e tij marrin familjar, zyrtar dhe i kërcënojnë për largimin nga puna ose rikthimin e largimin e fëmijëve nga protesta. Kjo është e vërtetë. Vjollca Juseni që është një shtrig e vërtet, ju them një gjë unë, në qoftë se ka një njeri shtrig është ajo. Dhe i them që absolutisht do përgjigjesh, do marrësh përgjegjësitë më të rënda për çdo ndërhyrje që bën. Se edhe ne po të monitorojmë si duhet. Se tani me çdo kush që të mbaj vendin, e larguar nga detyra për dërgim, e larguar nga detyra për dërgimin të dhënave, për grabitje të dhënave në shërbimin informativ të Kosovës dhe zhdukje të tyre me siguri drejt Beogradit, dhe që vizitën e parë, sa e mori detyrën e bërin në Beograd, vizitë 3 ditore, tani po shkëmben eksperiencë me shërbimet e Vučićit. Ajo duhet të thirret në komision dhe duhet të jap llogari gjerën një përbërmëtarinë e saj. Është një protestë paqësore me mbështetjen më të fuqishme popullore. Është protesta më paqësore që ka njohur Shqipëria në tërë ekzistencën e saj. Ndaj dhe denoj me forcën më të madhe, si kundër u bëj thirrje të gjithë intelektualëve shqiptarë, të gjithë pedagogëve, mësuesve, inxhinierëve, mjekëve, të rikthehen në misionin e tyre, të mbrojtjes interesit publik, të mos humbasin trenin, të mos harrojmë se tjetër është profesioni është zanat.
po thelbi intelektualit është mbrojtja e interesit publik. Kjo i bashkon ata pavarësisht nga zanate të ndryshme. Mos t'i lejojnë vetë të tradhtojnë vetën e tyre, të tradhtojnë misionin e intelektualit duke përcjell me indiferencë këto zhvillime të jashtëzakonshme. Ato janë me qindra, me mijëra intelektuale, por duhet të jenë, unë i përgëzoj mësuesit e gjimnazeve, të cilët kanë mobilizuar masivisht gjimnazistët. Përgëzoj të gjithë studentët dhe gjithë pedagogët që janë aty, por kërkoj çdo intelektual vendin e ka në atë protest. Nuk ka protest, është humbë, do humbasin shansin e jetës. Është protest qytetare, më qytetare. Mund t'jesh, mund të mos kesh bindje partjake, mund të mos duash këtë parti, atë parti, mund t'jesh i mërzitur me këtë, me atë, po atë në qytetarët aty. Shko si qytetar, bëj detyrën si qytetar. Kërcënimet e Edi Ramës janë të dënueshme. Kërcënimet që janë bërë deputetës Koçeku janë absolutisht të dënueshme. Tregon dhe njëherë ligjin e mafjes. Tregon se këtu ai ka vetëm një ligj, ka ligjin e mafjes. Ndaj dhe prap thirrja ime është të gjithë i madh e i vogël, sa atje ka dhe fëmijë, ka dhe tri, shumë bukur, se është paqësore, është festive. Të gjithë në protest. Partia Demokratike nuk është organizatore e saj. Partia Demokratike në mënyrë absolute është në respekt të plot të rinisë dhe qytetarëve, fibrës tyre, por agenda e tyre për largimin e Edi Ramës është përpjekja jonë prej kaq vitesh. Agenda e tyre për ligjet është dokumentuar se ka qenë pas një kompromis agenda jonë dhe kemi paguar çmimet për atë agendë. Agenda e tyre kundër korrupsionit është agenda jonë. E pat ju si e nëzori atë, si dole ai ministri, i tregonte deputetit listën e kompanive. A ju kujtohet kur i thash ti e Klyshi Belindës, i Lubis? Dhe doli aty tani. I kam thënë pa qenë fillim, se e dia që ka emëruar Lubia atë. Ha e pasin dore, si oficer sigurime, i pa ftyrë, i pa turp. Qa do thot ti? A ka shantazh me stalinistë se ky? Ke 17 kompani. Po mirë, mund të kesh 70 kompani, qenë ka kjo mërë tja, më thapë. Shko mërë që janë këta, më thapë. Këta në bandit. A i meriton të hiqet mandati dhe për shantazh politik të shkoj atje ku e ka vendin. Çfarë paska se paska 17 kompania i? Po e mund të ketë 27. Ti ke ligje, po të s'ke ligje, ti e mafioz. Këta të i kalojnë, shiko, këta të i kalojnë çdo lloj kufiri. Ministër financash, edhe me këshutje. Ja ku i ke këto, të kujt janë këto 17 kompani? Çfarë kisha ato 17 me kohë, na thuj pak? Kudo çfarë i keqnisur.
i zgjedhur nga gjenerata e keqnisur, ka qenë një gjenerate e viteve 70, e malparti. Si mund të bënte një ministër një akt të tillë? S'ka ndodhur ndonjëherë më top. E them këtë për të parë se këta nuk lanë gur pa luajtur, pa lviz, për të kërcënuar njerëz, për të shantazhuar. Po ti je ministër, mos e thoj. Qoftë se s'ka paguar taksën, shko, merr masat. Nëse si ka të ligjshme, bllokoj. Po ti shkosh nxjerrësh listë, se ke marrë një listë aty dhe krenaria dhe ja, të kujt janë këto? Na thuj pak. Pra, por këte sigurisht se aty sundon Lubia, edhe njëri u them, po transporton me skaf në Greqi, ka kryer 3 udhëtime dhe skafi plot. Sigurisht gjërat më të çmuara që janë parat që ajo ka. Është e sigurt kjo, sipas burimeve. Dhe po përgatitet azili i saj. Ata që mendonin se këtë javë, ju siguroj se shumë shpejt do të mirëni vesh se ajo është instaluar në një shtet tjetër. Po, ja këtu do jemi. Përgatitet po bëhen. Gjërat në Shqipëri, sa është thënë për kontejnert, eurot në kontejner. Dje publikova një mesazh qytetarit digital. Qytetari digital me kërkoi ndjes sot. Më tha nuk ishin 2, po ishin 3 kontejner. Po, më fal doktor, tha ishin 3 kontejner dhe më dha disa dhëna tjera, po kjo është, korrigjoj shifrën. Nuk ka këtu është nga mbin kullat, nga kontejnert e eurove. Faleminderit. Mediat faleminderit na falin tani. Do të diskutojmë çështën deri në ditës.